Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar dhe për të dhënë hamendësimet tona ndaj një lajmi që në fakt po përflitet dhe shoh që po ma shkruajnë edhe në Instagram, që dikush pas ka bërë një apel që Gjesti do të del sonte dhe do të flet për lidhjen e tij me Eglin edhe dashurinë që ka me Eglin, janë apo s'janë bashkë. Tani nuk e di se ku mund të del Gjesti dhe të flet për këtë marrëdhënie, nuk e di se kush ka fol për këtë situatën, nuk ma merr mendja që Gjesti do të hyjë në Instagramin e tij dhe do të bëjë një live dhe do të flet për Eglin. Nga ato që ne kemi arritur të kuptojmë të paktën nga qëndrimet të Eglit, Egli gjithmonë ka treguar që është në një marrëdhënie shumë të mirë me Gjestin. Marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë mes njëri tjetrit, edhe në Kosovë do me thënë u përfol që Gjesti ka qenë me Eglin, në anën tjetër Gjesti nuk flet fare për këtë situatën, por djegën karrierën e tij dhe në Instagramin e Gjestit po ta shikoni me vëmendje, do me thënë edhe motra e tij nuk i bën like, është gjithçka që Gjesti ka vetëm të artit të tij, të profesionit të tij, të përditshmërisë së tij. Dhe nuk ma merr mendja që ky lajm i tjetër i vërtet që Gjesti do të del dhe do flet për Eglin. Duke ditur se Top Channel-i vazhdon t'i menaxhon të paktën Gjestin, nëse ka një diçka ekskluzive, nuk do t'ja kishte lënë Instagramit këtë lajm ekskluziv, sepse do t'ishte një gjë amatorësh, por do të kishte bërë një dalje televizive në një intervistë ku Gjesti edhe ndoshta do të kishte treguar dhe do të kishte fol të vërtetën në marrëdhënien e tij me Eglin. Gjesti nuk është se ka fol për këtë situatë, nuk është se ka fol për këtë marrëdhënie, nuk është se ka fol për dashurinë me Eglin, por nga qëndrimet që ne kemi parë tek Egli, është konfirmuar dhe nga kolegët e mi, domethënë të tjerët, konkretisht edhe Redioni e tha që Egli është në marrëdhënie me Gjestin, pasi që e kishte takuar personalisht edhe e kishte ndruar dy fjalë. Kjo tregon që ky lajmi që po përflitet që Gjesti sonte do t'jetë live, mendoj që është një lajm i rem, sepse nuk ma merr mendja që Top Channel do ta lejonte Gjestin që të dilte nëpër Instagrame apo të dilte në një kanal të YouTube-it të tij për të folur për marrëdhënien me Eglin. E para njëherë nuk mund të flasësh për një marrëdhënie aq hapur, nuk mund të flasësh për një marrëdhënie aq lehtë sikur ajo ishte një diçka pa vlerë dhe unë e kisha dhe e lash. Po mendoj që gjërat e këtilla, momentet e këtilla, situatat e këtilla, duke u bazuar tek artistët të tjerë, duke u bazuar tek marrëdhënia se si kanë shkuar gjërat, mendoj që Top Channel këto situata i mirë mendon për t'i servuar dhe për t'i sjellur te publiku, dhe zakonisht personazhet të cilët kanë qenë të menaxhuar, kanë qenë të klikuar nga Top Channel, ekskluzivitetin gjithmonë e kanë dhënë në Top Channel. Nuk është një lajm, nuk është një promo që Gjesti sonte do t'jetë në një emision në Top Channel, se zakonisht kur Top Channel fton personazhe si tipi i Gjestit, ka një reklam të madhe, ka një promo të madhe, që Gjesti do t'jetë i ftuar në një panel apo që Gjesti do t'jetë në një nga emisionet e Top Channel. Konkretisht Top Channel është i fokusuar tek zgjedhjet në Shqipëri. Në qoftë se Gjesti do të hyjë live në Instagramin e tij, besoj që do të komunikoj me publikun për një falënderim, ashtu siç bëri dhe Luizeli, për të ndarë disa momente të bukura, pasi që ne dim që Gjesti ka kthyer në Prishtinë dhe tashi pret datën 17 për koncertin e radhës, një datë në të cilën Gjesti edhe e ka publikuar në storin e tij. Do të thënë story i Gjestit mban vetëm këtë posterin që Gjesti është i ftuar me datën 17 në koncertin e radhës dhe më pas pasojnë koncertet e tjera. Ndoshta do të ketë një moment të bukur teksa Gjesti do tregon se si e ka përjetuar eksperiencën pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, si ka përjetuar momentet, si e ka shijuar këtë çast, çfarë po ndodh me suksesin e tij. Ndoshta do të bën publike edhe këngën, sepse Gjesti nuk e ka dhënë akoma një datë konkrete se
kur do ta publikon projektin e radhës të cilin e ka xhiruar, sepse ne dim shumë bukur që nëpër koncerte Gjesti këndon këngët e tij që i ka patur më herët dhe në këtë rast nuk ma merr mendja që Gjesti do të flet për marrëdhënien me Eglin. Egli ka folur dhe ka treguar që ka një marrëdhënie shumë të mirë me Gjestin, gjërat po shkojnë siç duhet, janë në vijën e duhur, marrëdhënia e tyre po funksionon në rregull dhe nuk ka përse të flet në një video amatore. Unë mendoj që shqiptarët të cilët janë të ky grupi, që më thonë që është një grup që do të thënë ekzistoka ku një djalë ka lënë të kuptojë që Gjesti sonte do të del live, Gjesti sonte mund të del të flet për jetën e tij, të bën një live siç bëjnë të gjithë artistët në Instagramin e tyre, duke lexuar komente dhe duke kthyer disa nga komentet, po nuk ma merr mendja që do del në atë formë të flet për marrëdhënien me Eglin. Në qoftë se do të ishte ndonjë lajm ekskluzivitet, sepse më duhet të ripërsëritem për të disa të herë, Gjesti do dilte në një media të fuqishme dhe do të kishte fol për këtë rastin dhe për këtë lajmin. Për shembull, kur Egli është, më vjen shumë keq se duhet ta përdor dhe i kërkoj ndjesë Eglit. Kur Egli është ndar nga Olsi Bylyku, e mbaj mend ka qenë e ftuar në Se luan topi me Ronaldo Sharkën edhe moderatoren tjetër dhe ka folur për marrëdhënien e saj me Olsin. Do të thënë nuk është se ka ardhur, ka dalur në Instagram, ka bërë një video amatore, ka thënë ej çuna ç'a bëni, ej goca ç'a bëni, unë ndava nga Olsi dhe jam single tashmë. Nuk e shoh kështu situatën e Gjestit, mund të kyçet live për qefin e tij, për dëshirën e tij, për të patur një komunikim, një falënderim, për të kaluar një qetësi me fansat e tij, por unë mendoj që Gjesti nuk e ka kohën të bëj qefe, nuk e ka kohën të kyçet live, sepse është aq i angazhuar sa që vazhdon detyrimisht çdo ditë me angazhimet e tij. Ky është mendimi im, por gjithsesi ky është një lajm që po qarkullon gjithandej. Ne të gjithë do të presim, unë nuk besoj, dua t'jap mendimin tim, unë nuk besoj që do të ketë një ngjarje të tillë, por gjithsesi do të presim se çfarë do të ndodhë deri në mbrëmje.